Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Do bëjmë një mesazh për ju të dashur dhe mesazhi juaj është: zhytesh më thellë në të vërtetën tënde. Pak të utuar ju shikoj, ndoshta jo të qartë, të dashur, për diçka. Nëse I jep vetes kohë kur më them të zhytesh pak më thellë, siç bëjnë ta delfin këtu, do ta kuptosh se për çfarë po bëhet fjalë. Të dashur binjak, kjo letër është një ftesë për të ndalur pak ritmin dhe për të parë më thellë se zakonisht. Jeni një shenjë, binjakët janë një shenjë që mendon shpejt, analizon çdo detaj dhe sheh jetën si një lojë idesh e fjalësh. Por tani diçka në jetën tënde kërkon më shumë ndjesi dhe më me pak logjikë. Diçka që po ndodh tani të dashur binjak në marrëdhënie, në punë apo brenda vetes, ka një kuptim më të thellë se sa duket në sipërfaqe. Mund të ndihesh I utuar, sikur gjithçka është në mjellur, po në të vërtetë universi të fton të zhytesh poshtë përtej mendimeve, për të ndjerë çfarë po ndodh në zemrën juaj. Të dashur, kjo është periudhë për të reflektuar, jo për të gjetur përgjigje menjëherë. Prandaj po them, po thotë te letra, të zhytesh pak më thellë. Ndal merr frymë dhe pyet veten, çfarë ndjej vërtet për këtë situatë? A jeni duke e parë situatën me sytë e frikës apo me të së vërtetës? Çfarë është ajo që duhet të shikoj apo të kem kujdes? Binjak, ndonjëherë përgjigja që kërkon nuk është jashtë, por poshtë. Zhytesh pak më thellë dhe aty do të gjesh një version më të qartë, më të ndjeshëm dhe më të vërtetë të vetes tënde për çfarëdo që është që të ka bërë të ndjeni pak konfuz apo të ndjeni më thellë. Fjalët që duhet I mbani mend është: nuk dua më ta kuptoj gjithçka. Dua ta ndjej atë që është e rëndësishme. Pra të dashur binjak, të ndjeni më shumë.